Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet. Do ndalemi ditën e sotme tek dy tema të rëndësishme. Do të flasim për tensionet, për plasjet dhe mira qytetarë të cilët kanë dalë gjatë natës në Stamboll në protestë kundër vendimit për arrestimin e kryebashkiakut, por edhe ndërkaqësh edhe për sulmin e rebelëve Houthi në lindjen e mesme. Ndjekemi insertimin e parë dhe më pas rikthehemi. Tensionet për plasje dhe mira qytetarë kanë dalë gjatë natës në Stamboll në protestë kundër vendimit për arrestimin e kryebashkiakut Ekrem Imamoglu. Qytetarët turq nuk po kursehen për treguar mbështetjen e tyre ndaj kryebashkiakut të Stambollit. Tani i shkarkuar duke dalë në protestë masive për më shumë se 3 ditësh, raportohet se gjatë natës djeshme dhe mëngjesit të kësaj të hëne, autoritetet turke kanë arrestuar 343 persona. Ministria e Brendshme tha se protestat u mbajtën në 10 qytete, përfshirë Stambollin dhe Ankaran, dhe se arrestimet u kryen për të parandaluar prishjen e rendit publik. Autoritetet paralajmëruan se nuk do të toleronin kaos dhe provokim gjatë këtyre demonstratave. Prej 22 marsit me 10 mijëra turq dolën në rrugë për të protestuar kundër arrestimit të Imamoglu, i cili ishte rivali kryesor politik i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Imamoglu arrestuan në akuzë për korrupsion dhe ndihmë ndaj një grupi terrorist. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për të diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam të ftuar zotin Lutfi Bilali. Zoti Bilali, ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua sot. Përshëndetje, si çdo herë, respekt. Zoti Bilali, për ta nisur me atë që sapo dëgjuam së bashku në insert, a është arrestimi i kryebashkiakut të Turqisë, pra goditja finale e Erdoganit ndaj opozitës turke? Besoj që në Turqi nuk është hera parë, mund të them një traditë historikisht të evolumeve dhe kundërshtimeve mes pushtetit, pastaj e kyçur edhe mund të them edhe forcat armatosura turke, a kanë fjalën për grushtetet, historikisht Turqia një traditë të tillë rreth luftës, mund të them, politike për brenda, edhe pse ka divergjenca, mund të them, jashtëzakonisht të mëdha, më marr parasysh hapësirën gjeografike, pastaj popullatën dhe konglomeratin, mund të them, për brenda edhe qoftë aspekteve sociale të një shoqërie siç është Turqia. Pastaj mendoj që ndarja dhe laicizmi që nga koha e Ataturkut në Turqi ka luajtur rolin e vet. Do thotë ka për tash kemi një situatë, mund të them, më ndryshe, sepse Turqia ka bërë reforma të ndryshme në aspektin sidomos asaj që i takon mbrojtjes, sepse deri vonë do thotë ushtria ka pas drejtën që të ndërhyjë në proceset politike. Dhe mund të them në vitin 2000, gjatë viteve 2000 është bërë reformat e tilla ku sektori civil mbikëqyr atë ushtarak, dhe kjo ka qenë ajo leva e akpartajt ose partisë për drejtësi dhe zhvillim e Tayyip Erdoganit, e cila ka arritur, mund të them, që ta merr kontrollin e plot mbi atë që është njët ushtri apo general shtab, të cilat janë, do thotë, forcat të cilat sot kontrollohen apo mund të them janë vendosur nga partia në pushtet. Sidoqoftë, mendoj që CHP-ja, opozita ose lideri në këtë rast i arrestuar, Ekrem Imamoglu, nuk posedojmë, por ato që ka në dha raporte deri me tani, ki për shembull materialet të ndryshme që paraqitet me 11 çanta atje të mund të them miliona lirave turke apo për këtyre miliona dollarëve, të cilat mendoj që janë argumente të bollshme. Nuk po hyjnë atë, a ka qenë skenim apo nuk ka qenë, por mendoj që kanë fakte prokuroria dhe hetuesit turk, nga se në Turqi dhe sidomos në Stamboll është krijuar një situatë e tillë ku mendoj që është një, mund të them, metropol botror ku ndeshen edhe aspektet urbane të zhvillimit, modernizmit, asoj konservatores, pastaj do të thotë antipole të ndryshme, mirë po ta them drejtën, numri i protestuesve në Stamboll nuk përkon me realitetin e banorëve, do thotë është një përqindje jashtëzakonisht e vogël, po edhe në qytete tjera. Do thotë nuk merr pjesë tërë popullata, pas një pjesë, mund të them, jashtëzakonisht e vogël e popullsisë që merr pjesë në këto demonstrime. Dhe nuk paraqet gjendjen faktike. Është interesant që tash jetojmë në kohën, mund të them, të kaosit, ku mediumet të ndryshme dhe sidomos pole të ndryshme nga vijnë ato,
paraqesin që kjo është një demonstrate jashtëzakonisht demokratike, epitetet të ndryshme që besoj që demonstrimet e tilla kishin në Evropë sa dush, ki edhe në vendet në perëndim. Dhe mendoj që kuti i tillë a është një diktator, një despot për rrëzimin e tij, mendoj që është gabim. Dhe mendoj që Erdogani gjendet në pikun më të lartë të rejtingut e tij, sidomos në arenën ndërkombëtare. Zoti Bilali, a gjendet pra Imamoglu viktime një planit orkestruar për të penguar atë në zgjedhjet e ardhshme? Thonë drejtën, personaliteti i tij, sidomos me pas zgjedhjeve dhe fitores që pat për bashkiak, do të ka qenë një gjatë 2 runda, sepse kanë ndërhy kuptohet në procese zgjedhore dhe gjykata, por prapë rivotimin e dytë ka dalë shumë fitues. Për arsyena sepse mos harrojmë 20 vjeçari i pushtetit të konsumon, dhe Partia për Drejtësi dhe Zhvillim në Turqi mund të them ka konsumuar një kohë bukur të gjatë, dhe mirë të punojsh është, mund të them, dikur krijon konturat e tilla që është mirë të bëhet një ndryshim në këtë drejtim. Meqense mendoj që ajo çka ju pyetni është parafërsisht e saktë. Sepse zgjedhjet e vitit 2028 Bilali është ngutur ka paraqitur kandidaturën e tillë ku pastaj mund të them hetuesia dhe prokuroria në Turqi ka pas fakte, nuk duan me harru fakte, ka pas, sepse korrupsioni është jashtëzakonisht, më të them, në Turqi një nivel i bukur të lartë dhe organet e shtetit kanë problematikat e tilla, sidomos me persona qoftë zyrtar shtetëror, qoftë ata të opozitës, dhe mendoj që në këtë rast kem që mos harrojmë Stambolli është ta kesh Stambollin në qeverisje, mund të them është një lloj shteti dhe metropoli i tillë të udhëheqet nga një forcë opozitës ka qenë jashtëzakonisht, bile mos harrojmë që edhe nga kryebashkiaku i Stambollit para Erdogani ka qenë më herët gjatë filleve të tij të politikës, po them, të arritjes së një niveli të para se të vije kryeministër në Turqi, do të ka qenë kryebashkiak i Istanbulit, dhe ata që udhëheqen me Stambollin zakonisht vinë edhe kandidat për nivelet të larta të shtetit në nivel mund të them të përgjithshëm të Turqisë, ose do të marrin pushtetin e Turqi, dhe mendoj që në këtë drejtim rivali i tij, sepse opozita është mjaft bukur e dopt dhe lider të tillë të cilët mirë po mendoj që Istanbulu e ka një problem sepse kundërkandidatët do ta ketë jashtëzakonisht fortë. Besoj që Hakan Fidani do të jetë trashëgimtari i Erdoganit në zgjedhjet e 2028-s, edhe pse nuk i ka prap apetiti që ka deklaruar se do të jetë mandati i fundit i Erdoganit. Por mendoj që kësil po që se shkohet jashtëzakonisht kanë figurë të fortë partia në pushtet. Por sidoqoftë, Turqia në këtë rast mendoj që goditja dhe një liderit të tillë të opozitës dhe kryebashkiakut kryesor në Turqi, besoj që ka edhe elemente të tilla, por mendoj që për të qenë figurë për ta sfiduar Erdoganin ose një kandidat të partisë në pushtet në vitin 2028, ka punë nga ana opozitës, sepse mund të them një fakt, Turqia tradicionalisht e ka ndarë edhe taborën e votuesve, nga se dikun parafërsisht dikun 20 milion janë kampit konservativ fetar, që vota aty në shkon në partitë që ata mendojnë se që është akpartaj apo partia Sadat, e cila me siguri është prejardhje në Xhehdin Arbakanit, një lideri që edhe ka qenë vet ato Tayyip Erdogani në atë parti, pastaj kanë pas konfrontime dhe në farë mënyrë mund të them që në Turqi pjesa opozitës nuk është, mund të them, ajo pjesa që mund ta ketë fitoren e sigurt të vitit 2028, por besoj që gjitha këto edhe evolimet dhe këto protesta në përsheshet dhe rrugët e Stambollit nuk tregojnë, dua të them një që është shumë e rëndësishme. Turqët nuk e harrojnë atë çka ka bër figura dhe lideri Erdogan për 20 vjet e fundit, sidomos në industrinë e mbrojtjes. Dhe mendoj që Turqia
më të thamë decenit e kaluara ka qenë një vend që me të vërtet ka luajtur shumë të rëndësishëm në aspektin gjeopolitik dhe gjeostrategjik. Mirë, po në aspektin e prodhimit vendor, sidomos në varësi ka qenë nga mund të them importet e huaja, dhe sot Turqia është një vend jashtëzakonisht që mund të them për lakmi në shumë elemente, mbyllis sidomos atë që nënkupton sigurinë dhe mbrojtjen, dhe mund të them dikon 70% ka prodhime vetanake pa varësi nga faktorët e jashtëm. Zoti Bilali, ndërkajsha mund të shndrohen këto protesta masive pra që po ndodhin tashmë në Stamboll në një lëvizje të rrezikshme për pushtetin e Erdogan, dhe ndërkajsha do të përballet ai me një revolucion popullor pas arrestimit të kryebashkiakut? Nuk e besoj. Arsyet, thash, politika shteti turk, rejtingu i tij dhe mund të them gjithë aspektet që nënkuptojnë eksterne që hynë në politikën e jashtme dhe mund të them në komplet arkitekturën e sashme të gjeopolitikës botërore. Turqia është një